Bashkëshortja e kryebashkiakut të Tiranës Erion Viliaj Ajola Xoxa ka paraqitur këtë të premte në prokurorinë e posaçme në zbatim të masës së sigurisë caktuar nga gjykata për hetime në lidhje me dosjen Viliaj. Sipas informacionit të SPAK, Xoxa është lënë në masën detyrim paraqitje ndërkohë që është akuzuar për përfitime të palishme nga fondet publike që administrohen nga Bashkia e Tiranës. Ajo dhe bashkëshorti i saj Viliaj dyshohen të kenë krijuar dhe vënë në funksion një mekanizëm për të marrë përfitime të parregullta përmes një veprimesh të kundraligjshme që synojnë pasurimin e tyre personal dhe familjar. Akuzat kundër Ajola Xoxës përfshin korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetror ose të zgjedhurve vendor të kryer në bashkëpunim, pastrimin e produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, si dhe refuzimin për deklarim, mosdeklarim, fshehjen ose deklarimin e rremtë të pasurisë dhe interesave private të personave të zgjedhur dhe të nënpunësve publik. Sipas SPAK, Xoxa dhe bashkëshorti i saj kanë përdorur një sër mekanizmash për të përfituar fondet palishme, duke shkelur ligjin dhe duke pasur si qëllim pasurimin personal dhe familjar. Në fillim të hetimeve, ndaj Xoxës ishte vendosur masa e sigurisë arrest në shtëpi, por pas shurtimit të gjykatës për vlerësimin e masës së sigurisë, gjykata e posaçme ka vendosur që ajo të mbahet në masën detyrim paraqitje. Hetimet për këtë çështje janë ende të hapura dhe përfshin disa aspekte të tjera të veprimtarive të dyshuara të përfshira shantazhimin dhe pastrimin e parave nga veprime të kundraligjshme. Ky zhvillim vjen në një kohë kur pas arrestimit të disa individëve të lartë në Bashkinë e Tiranës, hetimet po shtrihen për të identifikuar përgjegjësit dhe për të siguruar pasurinë që mund të jetë marrë nga burimet palishme.